besimtarët muslimanët në mëshirë, në dashuri, në respekt, në përkujdesje, janë ndërmjet tyre sikurse një trup. Kur ankohet një pjesë e trupit, krejt gjymtyrët e tjera janë të prekura, janë të shqetësuara, sikurse kanë dhimbje të gjitha. Muslimanët gëzohet me të mirat të vëllaut vet. Madje nuk durohet apo nuk përballon dot pa ja shpreh atë gëzim. Mërzitet për mërzinë e vllaut, të mikut, të motrës, të tjerë. Dhe këtë mërzi nuk durohet edhe shpreh. Sado që belaja pas prova është e rëndë. Nëse tjerët marrin pjesë me ty qatë provë, ti e ke shumë ma lehtë. Njeriu, po flas për musliman, kur ta godet vllaun e tij ndonjë e mirë, këtë duhet gëzohet. Do të gëzohet shumë, po edhe në anën tjetër, kur ta godet vllaun e tij ndonjë ligë, këtë duhet mërzitet. Po për gjinin femërore njëjta gjë. Si mos gëzohet për gëzimet e vllaut, e si mos të mërzitet për mërzitë e vllaut dhe të motrës, kurse muslimanët janë një ummet. Janë vëllezër, innamal mu'minuna ikhwa. Muslimanët janë vëllezër dhe motra. Andaj vllau për vllau duhet të mundohet ta ndjej apo të bashkangjitet një ndjenjat e tina. Të gëzuara nëse janë për gëzim, edhe të mërzitura apo të hidhruara për të pikëlluara nëse është për pikëllim. Si mos të jenë musliman të tillë kur i madhi Allah te bareke ve teala ka thënë inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kjo është një fe, një ummet, një fe. Ndërsa unë jam një Zot. Jo poshtë keni një fe o musliman, unë në altë jam një Zot. Andaj mua me adhuroni. Një Zot e kem te bareke ve teala. Një kibel e kem, një Kur'an e kem, një pejgamber e kem, sallallahu alaihi wasallam. Është parim prej parimeve të etikës së besimtarit, të muslimanit, që të marrë pjesë në gëzimet e tjetrit, po të marrë pjesë edhe në hidhrimet e tjetrit. Dhe kjo falë Zotit tek shumica e muslimanëve veç është prezente. Veç është prezente, sepse Allahu i ka lidh muslimanët me zvete. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë tara al-mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathal al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahri wal-humma. Besimtarët muslimanët në mëshirë, në dashuri, janë ndërmjet tyre sikurse një trup. Në respekt, në dashuri, në përkujdesje, ndaj njëri tjetrit janë sikurse një trup, kur ankohet një pjesë e trupit, krejt gjymtyrët e tjera janë të prekura, janë të shqetësuara, sikurse kanë dhimbje të gjitha. Pra kështu kanë vazhduar, dhe tek shumica spaku apo të një pjesë e madhe kështu duhet të jetë. Muslimanët gëzohet me të mirat të vëllaut vet. Madje nuk durohet apo nuk përballon dot pa ja shpreh atë gëzim. Ose me vizitu, ose me telefon, ose me quaj selam nëpërmjet dikujna, se niva që e ke këtë mirë, e ke një djalë, e ke martu, e ke boshpinë, e ke këtë, e ke atë të mira që godet je shërue, andeke, ndeje. O mja që në selam si shenjë pjesëmarrje në gëzim. Dhe në kundërten, mërzitet për mërzinë e vllaut, të mikut, të motrës, të tjerë. Dhe këtë mërzi nuk durohet edhe shpreh. Edhe shpreh. Andaj edhe hes larg, bën rrugë, harxhon për me shku mja shpreh ngushëllimin, mja shpreh ndjenjat e tina të mërzisë të pikëllimit që ka për te. Kjo është kështu dhe kështu duhet të jetë. Pastaj për nga ana psikologjike është një çështje tjetër. Sado që belaja pas prova është e rëndë. Nëse tjerët marrin pjesë me ty qatë provë, ti e ke shumë ma lehtë. Shumë ma lehtë. Sigur se tek gëzimi. Sa do ai gëzim të jetë i vogël, po dhe madh kur marrin pjesë tjerët në qatë gëzimin tënë,
ai të shumë fishohet. Gëzimi të shumë fishohet, mërzia të letohet. Po më bo me ndodhe kondër ta Zotin na rujt. E që kjo është prezente të një numër jo i vogël i njerëzve. Me bo me të pa mirë, mërzitet. Me bo me të pa keq, i bëhet zemra mal. Ko. Me bo me të pa keq, zemra mal i bëhet. Gëzimi i tina, mos vetë. Pse të pa keq. Allahu na rujt, ja Rabbel Alemin. Allahu na rujt. Kjo mund të tolerohet ndaj armiqve, ndaj hasmeve, por jo ndaj miqve, ndaj vëllezërve. Nuk mund të tolerohet. Është e pa tolerueshme. Është një ves shumë i keq. Është një smundje zemrës, të cilën ai i cili ka këtë smundje, ai zemrën e ka shumë të smut. Ai punë i ka shumë keq me Allahun e madhruar te bareke ve taala.